Jam këtu te 302 te rruga Mine Peza, ku jeton Tiranë, di se çfarë vendi është këtu. Është institucioni ekzekutimit të vendimeve penale, po më bëri shumë përshtypje lotët e një nëne, e cila i lutesha me dorë në zemër deputetit të Partisë Demokratike që të ndërhyjte për të liruar djalin që ishte arrestuar gjatë protestave të fundit. Pa merak, ja ku jemi. Pa merak. Pa merak. Ata janë viktimat të pa merak që do merremi, do t'i ndjekim. Ai një vit është protestues paqësor, nuk ka bërë asgjë, vetëm se këta pa merak do merremi ne. Dua të tregoj edhe dy tabela shumë interesante që janë vendosur këtë hyrje e institucionit. Për gjithë që se keni pa, lejohen ushqime 4 herë në muaj dhe sosja e lejuar është kjo. Ja të tregoj edhe një tabelë tjetër që është edhe më interesante, e cila tregon çfarë lejohet dhe çfarë jo. Prodhime qumshti, prodhime peshku, këto nuk lejohet asgjë. Kështu që mos u harroni ndonjëherë të vini këtu se do hani dynjan. Kaq ishte video për sot, shihemi prapë nesër.